Në ditët e fundit të mandatit të tij si kryebashkiak i New York, Eric Adams udhëtoi drejt Shqipërisë për takime edhe me kryeministrin Edi Rama. Vizita konsiderohet jo zyrtare nga ana e institucioneve shqiptare, ndërsa vetë Adams flet për një agjendë të fokusuar tek forcimi i raporteve ekonomike mes Shqipërisë dhe SBA-s. Në postimin e tij në platformën X, kryebashkiaku Eric Adams shkruan se është një nder të vinë në Shqipëri dhe të takohen me kryeministrin Rama. Diskutuan për komunitetin shqiptar në të gjithë qytetin e New Yorkut dhe si mund të zhvillojmë një marrëdhënie të fortë biznesi me vendin e tyre të origjinës. Faleminderit për mikpritjen e ngrohtë. Në qytetin e New York me 8.8 milion banor ka një komunitet shqiptarësh prej 40.000 banorësh. Vetë kryebashkiaku ka qenë shpesh i përfshirë në aktivitete të organizuara nga komuniteti shqiptar dhe ka pasur takime me ambasadorin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.